Zoti Berisha, e kishit menduar që edhe pas 3 dekadash, pra që në atë kohë, pas 3 dekadash, ju ende do t'ishit kaq aktiv në politikë? Sikur të kisha menduar një gjë të tillë, nuk hipja dorëheqjen 2013, po unë ju siguroj se unë kam dhënë dorëheqjen pa ndonjë vështirësi dhe keqardhje të madhe. Pse? Nuk kam dhënë dorëheqjen unë se ma kërkoi njeri. Nuk kam dhënë dorëheqjen se unë nuk e riktheja prapë në fitore Partinë Demokratike, por kam dhënë dorëheqjen me një bindje se shqiptarët meritojnë alternativat, meritojnë alternativat, t'i provojnë. Dhe unë ndjeva shumë i qetë kur në Partinë Demokratike nuk u zëvendësua vetëm kryetari, po u zëvendësuan gjeneratat. Dhe këte kam quajtur në atë kohë një augur të mirë për Partinë Demokratike, pa çka se nuk u provoi tillë. E qartë. Teksa ju ndjek, ju dëgjoj, doktor, ne jemi në moderimin e lajmeve çdo ditë, ju jeni i pandalshëm në konferenca, në takime, janë shumë të tilla për gjatë ditës, edhe pse në kohë fushate, edhe jo në kohë fushate. Jeni shumë intensiv dhe shumë aktiv. Ju kanë pyetur edhe njërë tjetër, por unë po ja bëj pyetjen dashamirësisht. Ju jeni 80 vjeç, ju uroj jetë gjatësi, dhe përsëri jeni shumë aktiv në politikë. Partia Demokratike kërkon përsëri ardhje në pushtet dhe ju kryeministri i këtij vendi nëse Partia Demokratike vjen në pushtet. Si e shihni raportin me moshën? Është një raport si ta marrësh. Në qoftë se mosha të vën përpara, nuk është një raport i këndshëm, por në qoftë se moshën e vën përpara, është një raport shumë i dobishëm, në kuptimin që eksperienca vlen shumë. Pra, unë, në qoftë se më pyet mua sot, në rafshin e performancës, Se sa vjeç ndjeni? po, se sa unë ndjem gjithnjë më mirë se 10-15 vite më parë, sepse, do më thanë, jo që s'me ka vënë mosha para, por përkundrazi e kam dominuar unë atë plotësisht dhe kjo më rikujton atë shprehjen e tiranësve që thonë se robi plaket kur don vetë. Unë uroj shumë sukses, sigurisht. Faleminderit shumë. Do të mbetemi dhe pak tek Partia Demokratike, po flisnim për të që prej 1992-shit, por shumë çka ka ndodhur në gjithë të kohë, sidomos në këto vitet e fundit, që ne kemi ndjekur me shumë imtësi, shumë çka ka ndodhur edhe me ju vetë, zoti Berisha, personalisht. Ju pak mua e keni që keni dalë nga arresti në shtëpi, dhe ajo kohë ka qenë, le të themi, një kohë vendimtare për Partinë Demokratike. Ka kaluar në tension, në përçarje. Fillimisht dua t'ju pyes si keni përjetuar ditët më të vështira të Partisë Demokratike në këtë këndvështrim. Ku e shihni të përçarë dhe pse jo, shumë kush mund të uronte zhdukjen e Partisë Demokratike, kundërshtarët tuaj? Absolutisht, qëllimi i përçarjes ishte zhdukja e Partisë Demokratike dhe shndrimi i saj në një kukull instrument të qeverisë, madje mundësisht edhe pa emër fares që ka patur më parë. Natyrisht, unë kam qenë optimist se do të dështojnë. Qëllimi im, ose problemi im ka qenë të gjej mënyrat më eficiente të rezistencës. Do të dështoj kush? Do dështoj qeveria dhe ambasada amerikane që u angazhuar në këtë proces. Shumë të turpshëm, në një lloj grushti shteti brenda shtetit, në kuptimin të dy. Sepse çdo vend ka një sovranitet të brendshëm dhe sovranitet të jashtëm. Sovraniteti i jashtëm ka të bëjë me integritetin territorial, me përfaqësimin ndërkombëtar. Sovraniteti i brendshëm ka të bëjë me përfaqësimin e qytetarëve. Në diktatura, gjithë sovraniteti i brendshëm është në dorë të diktatorit. Në vendet tjera, ku ka opozit, një pjesë e mirë e sovranitetit të brendshëm, falë pluralizmit, i kalon opozicë, pra kanë qytetarë që nuk e duan qeverinë. Mirë po, duke eliminuar opozitën, si që përpoq,
faktikisht i gjithë sovraniteti i kalon të ndurë të Edi Ramës. Dhe ky ishte një lloj grushti shteti brenda shtetit. Ishte një akt shumë i shëmtuar. Ishte puna për një Shqipëri pa opozit. Por kjo dështoi, ky skenar dështoi, vendose një izolim të përgjithshëm, një kupol izolimi pasi, sidomos pasi unë padita sekretarin Blinken në Paris për shpifje. Ajo shpërtheu urrejtja dhe zemrimi i pakufishëm dhe urdhruan një izolim ndërkombëtar, por dështuan edhe me izolimin. Sot Partia Demokratike, siç e dini, është më mbështetur se kur në historinë e saj. Janë 3 rezoluta ndërkombëtare të cilat denoncojnë Shqipërinë për të gjitha ato që kemi denoncuar, denoncojnë Shqipërinë si një narkoshtet i vërtet. Ndaj dhe në këtë aspekt them që Partia Demokratike i përballoi këto sulme. Por a ka patur ndonjë moment